Përgjatë kësaj të shtune, niveli i lumit Vjosa ka pësuar një ulje minimale në krahasim me të premten, por ende vijon të jetë në nivele alarmante. Këtë të shtunë, niveli i Vjosës ka shkuar në shifrën e 7.7 metrave, nga 8.3 metra që ka qenë përgjatë gjithë të premtes. Jemi në ditën e 4, kur Vjosa vazhdon të gjendet në pikën e saj kritike, duke rritur vigjilencën, por edhe gjendjen e alertit në zonë. Për 4 ditë me radhë, lumi i egër ka patur thuajse të njëjta nivele, nga 7.7 metra deri në 8.3 metra, kjo në varësi të prurjeve, të cilat vijnë nga shteti fqenjë i Greqisë, por edhe nga Përmeti dhe Memaliaj. Pavarësisht tendencës në ulje këtë të shtunë, përgjatë të premtes, situata nuk ka qenë as pak e qetë, për shkak të rreshjeve të rrëmbyeshme të shiut që prekën Përmetin dhe Gjirokastrën. Intensiteti i prurjeve në Vjosë u rrit ndjeshëm, duke kaluar edhe shifrën e 8.3 metrave. Afro 50 cm e ndanin Vjosën nga kalimi i argjinaturës me gur të ndërtuar në fitore, teksa uji i lumit kapi edhe tabanin e poshtëm të urës së vjetër të Mifolit, duke rritur rrezikun për zonat e banuara kryesisht aty pranë. Edhe përgjatë mbrëmjes vonë të ditës së premte, pas alarmit të ngritur në zonë, televizioni 6+1 Vlora ka qenë prezent në njësinë administrative Novosel për të raportuar nga afër situatën e prurjeve në Vjosë, por edhe problematikat më shqetësuese, rrezikun e shtuar për banorët e zonës, ku problem ka qenë edhe forca tejet e madhe e detit, e cila pengonte që prurjet e lumit Vjosë të derdheshin lirshëm në Adriatik, duke kthyer ujin pas dhe duke krijuar një vorbull në urën e vjetër të Mifolit. Lumi i Vjosë ka arritur pikën kritike të 8.3 metrave, duke arritur nivelin maksimal të paktën edhe ditët e fundit, dhe duke shtuar edhe rrezikun për përmbytje kryesisht në banesa, por edhe njësi biznesi. Pritshmëritë janë që edhe prurjet të cilat vinë kryesisht nga zona e Përmetit dhe Memaliaj të vijojnë me intensitet të lartë për shkak edhe të rreshjeve të shiut me intensitet të cilat kanë prekur jugun e vendit, teksa situata përgjatë mbrëmjes së sotme, kryesisht në urën e vjetër të Mifolit, është kjo që po ndiqni në pamje. Me ndihmën e operatorit po tregojmë edhe prurjet në lumin në Vjosë që te ura e vjetër e Mifolit të vërshojnë, teksa në këtë situatë ka ndikuar edhe batica e detit, e cila ka bërë që ujrat e shiut dhe të lumit të rikthehen sërish, duke e përkeqësuar situatën. Rreziku është konstant dhe zona avion që të mbetet në alertë plot. Parashikimet tregojnë se prurjet në lumin Vjosë të pësojnë një tjetër ulje përgjatë kësaj të shtune, por situata pritet të shihet, duke u mbajtur në monitorim, pasi edhe në Përmet, Tepelen dhe Gjirokastër ka patur rreshje të shumta shiu. Në Përmet dhe Memaliaj ka një ulje të nivelit të lumit Vjosë, çka mund të reflektohet edhe në Novosel në orët në vazhdim.